Qytetarët që ka kanë pa është një farë propagande që është shliru veriu, disa shtesa që jepen si lëmosh në fund të vitit, që jepen për studenta një ditë para zgjedhjeve, sepse te ke varfënu qytetarin qaq shumë, sa që nëse shtesat e fëmijëve i bën prej 40 dhe 60, ti ke bo diçka shumë të madhe për qytetarin e Kosovës, për shkak se ti e ke varfënu. Inflacioni është shumë i madh se sa në vitin 2021. E dina që ka qenë pandemia, e dina që ka pas rrethana dhe gjithë kënë botë, po në Kosovë nuk ka lëviz paga. Në Kosovë nuk kanë lëviz çmimet. Kemi rritje drastike të çmimeve, të produkteve bazë. Tu fillu prej qumshtit, vajit, sheqerit, e ato që i ka pas premtime që ditën e parë si të vijnë pushtet, na do të hekom të vëshëm prej këtyre produkteve. Janë këto populizma, deklaratat populiste të kryeministrit në detyrë që i ka përdorur çdo herë në fushat, edhe ato ruhen fatmirësisht edhe dihet. Unë menoj që në bazë të këtyne kësaj qeverisje që ka bu deri tash,